إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur dhe të nderuar vëllezër besimtar, ju që në këtë ditë madhe të kësaj jave i keni lanë angazhimet e juaja, e keni lanë rahatin tuaj, i keni lanë dhomat e ngrohta dhe keni dalë me ju përgjigj thirrjes së Allahu Dhul Xhelal, atij Zotit ton i cili tha: ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah wa dharul bay. O ju besimtar, kur të thirret për namazin e xumas, ju përgjigjuni kësaj thirrje, lejeni tregtin dhe biznesin tuaj dhe përgjigjuni kësaj thirrje. E kush i përgjigjet thirrjes së Zotit, sot të temperatura të ulta, të ditë të ftofta, atëherë edhe Allahu i Madhërisëm i përgjigjet lutjes së besimtarit në momentet kur ai ka mas shumë të nevojë, këtë botë edhe kur ka mas shumë të nevojë ditën kur dali para Allahu Dhul Xhelal. Të dashur vëllezër, në këtë ditë xumaje na lutim Allahun e Madhërisëm që Allahu të gjithë neve që jemi të pranishëm në këtë xhami na mbulon me mëshirën dhe bekimet e Tija. E lutim Allahun e Madhërisëm që Allahu t'i pranon adhurimet dhe lutjet tona. E lutim Allahun e Madhërisëm që Allahu muslimanëve kudo që janë, Allahu t'u ndihmon. Ato gajle, brenga dhe probleme që i kanë, Allahu t'u largon. E sidomos atyre vëllezërve ton, motrave tona në Palestinë e në Gaza në veçanti, lutim Allahun e Madhërisëm që atë zullum, atë gjenocid, ato masakra që kanë ndodhur mbi ta, Allahu Dhul Xhelal kur mos lejon të ndodhin përmi ta, e krejt ata zullumqar, agresor, masakrues e njerëz genocidial, Allahu t'i shkatron inshallah taala. Të dashur vëllezër, sot kemi hyrë në kalendarin gregorian në një vit të ri. Sot është 2 janar viti 2026. Kush ka qenë vjet në këtë vend, sigurisht se e ka kuptu se prej asaj dite e deri më sot, 1 vjet 365 ditë kanë shku shumë shpejt. Kështu edhe shkon jeta e njerëzit. Koha që kemi në disponim, çdo ditë e na harxhohet, çdo ditë e na ik, çdo ditë e na largohet, çdo ditë e na shkon. Pyetja që parashtrohet është: ashtu sikur se kaloi shumë shpejt ky vit, ashtu kaluan shumë shpejt edhe vitet e jetës sonë, kush i ka bo 15, e kush i ka bo 20, e kush i ka bo 25, e kush i ka bo 30, e 40, e 50, e 60, e 70, e 80, e ma shumë. Me i pyet secilin si shkun këto vjet, secili përgjigjen e ka të njëjtë, shumë shpejt kanë shku. Edhe kjo është e vërtetë. Bile çdo vjet e matutje, shumë e ma shpejt kanë me shku vitet. Pse? Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: min ashrati sa'a taqarubu zamani. Për shenjave të kiametit është afrohet koha. Do thotë shkurtohet koha. Ndodhit janë të shpejta e ne tu angazhu me një ndodhi e 2, e 3, e 4, harrojmë kohën, harrojmë ditët, harrojmë javët, harrojmë mujt, e fillojmë i numëru vetëm vitet. Mirë po vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu në sunenin e tij me sened hasan, e ka dhënë një porosi. Realisht e ka ngrit një alarm për këtë fenomen që po flasim,
që koha na shkon shpejt, e tha badiru bil amali sab'an. Nxitoni, shpejtoni, ti bëni punë e mira para se me ndodh 7 gjana. Cilët janë ato 7 gjana? Atëherë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka pritni, hal tanzuruna, a pritni varfnin, e cila ju lodh edhe ju habit, edhe ju bën me haru Allahin edhe ibadetin. Apo e pritni pasurin, e cila ju bën mendje mdhej, arrogant, e vrapimin pas pasuris me të haru e Zotin dhe ibadetin e tij. Apo e pritni smundjen, e cila vaprish trupin dhe nuk i jep mundësi asesi me bo ibadet si duhet. Apo e pritni vdekjen, e vdekja Zotën e mbyll derën e veprave të mira. Apo e pritni dëgjallin, e dëgjalli është sherri më i madh që pritet. Apo e pritni kiametin, was-sa'atu adha wa amar, e kiameti është edhe më i trishtueshëm. Shifne, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përmendi 7 gjëra të cilat kur të vinë na pengojnë nga veprat e mira. A ne dietarët kur e kanë komentuar këtë hadith, kanë thonë nuk është ky hadith motivues, nxitës me bo veprat mira, megjithëse fillon me nxitoni, merrni nisma, shpejtoni e bëni veprat mira para se të vinë këto. Po thot është qortim për besimtarët. Ore besimtar, çdo mundësi që të ka ardhur shfrytëzoje, çdo mundësi që e ki para vetes shfrytëzoje, mushe ditën me vepra të mira. Sot ne si musliman kena mundësi në çdo hap me fitu sevape, në çdo hap me bo vepra të mira. Tu ec, tu prit, tu net shtrit, e mos flasim nëse du me bo në vepra të mirë me hapat ton, të shku në xhami, apo në ziaret, apo të vizita e smurit, apo në vende tjera në ibadetet të mdoja, si kurse është haxhi dhe umreja. Do thot, kur jetu net, thuj subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah, thuj subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'adhim. Mos lejo me të shku koha bosh. Jetu prit, kishku në ambulant, kishku në një administrat, jetu prit, thuj subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Bën dua, lutë Allahun për këtë që ki nevojë. Thot Allahu i madhëshëm, ud'uni astajib lakum, më luteni që të përgjigjem juve. Dhe për dhikrin thot fadhkuruni adhkurukum, më përmendni që t'ju përmendë unë juve. Andaj bën dhikr, këne bën dua, masë ne bën istighfar, kërkon falje te Allahu për mangësit, se ketë na kena mangësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruhu, o ju njerëz, pendoni te Allahu dhe kërkoni falje për ti, se unë gjatë ditës kërkoj falje te Allahu më shumë se 70 herë. Pastaj çka më bë? Lexo Kur'an. Merë Kur'anin, përpara për me lexu Kur'an u deshke me marr mushafin me vete. Sot elhamdulillah se cili për neve e ka në telefonin e tij. Çele telefonin, hape faqen e Kur'anit, lexoj një faqe, lexoj 2, lexoj 3, lexoj sa të mundesh, çdo shkronjë një killë sevape. Çdo shkronjë që e lexon një killë sevape. Është problemi i Allahut të shpakufi. Pastaj vjen ezani i namazit, përgjigju ezanit. Përsërit te ezanin, si thot muezini. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e përcjell muezinin deri në fund dhe bën duan e ezanit, Allahu dhul xhelal ja fal mëkatet që i ka bën më herët. Dhe ai që merr abdes, edhe pastaj e bën duan e abdesit, thot Allahu, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu ja hap te dyert e xhenetit për me hi ka don ai. Shifne këto janë momente të sevapeve që na i dina, që na i kemi ndëgju, që neve na kanë kallëzu, ama gjatë ditës po i harrojmë. Gjatë ditës nuk na kujtohen. Edhe shkon dita ha, hi, shkon dita të bëjmë muhabet kot, merremi me filanin, me fistekun, jo ky, jo ai, edhe na shkon dita pa e mush atë me sevape. A kur dalim para Allahu dhul xhelal, kur dalim na do vinë para nesh librat ton, regjistrat e veprave tona. Edhe do i shohim na punët e tona që kena bo, edhe të mirat, edhe të këqijat. Edhe do habitemi na, do habitemi se shumë punë që kena bo të këqija, kena me gjetë regjistrume. Na i kena haru
Allahu i ka regjistru. Po edhe punët e mira që i kena bon, edhe ato që na i kena haru, Allahu i ka regjistru. Ahsahu Allahu wa nasu. Allahu ato i ka regjistru, edhe pse njerëzimi ato i ka haru. E ka me thonë njeri i habitun, kur ta shef regjistrin e vetë, me ketë ato punët e veta që i ka botë mirat edhe të këshijat, ka me thonë njeriu, si që përmenë Allah i madheshëm Kur'anin fisnik, ma li hadha l-kitab, qka ka ki libër, la yugadiru sagiratan, wala kebiratan, illa ahsaha. Krejt që kina bona, të mdojat po se po edhe të voglat i pas ka regjistru. Po, krejt që ka bën ti, krejt që ka fol ti, krejt që ka thu ti, krejt që ka mendon ti, krejt kemi pas të regjistru me para vetës aty. Ki muhabit, edhe normalisht kjo habi është dy lloje. Muhabit me të mira që i ke boj ke haru, është habi e mirë. Ama muhabit me të këqija që i ke boj ke haru, është habi e keqe. Andaj njeriu i çuditur ka me thonë çka ka ky libër, la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Krejt që kanë bon, para vetës kanë me i gjetë. Wala yadhlimu rabbuka ahada, sepse Allahu askujt padrejsi nuk i bën. Andaj, siç e dini në surën Zelzele, që shumica për neve e din, Allahu dhu gjelal në fund të kësaj sure që ka thënë, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, kush bën sa një grimës atomi vepër të mirë ka për ta pa. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, edhe kush bën sa një grimës atomi vepër të keqe ka për ta pa. Andë keq ka i na bo, na kanë me na dalë përpara. Ki muhabit, e andaj unë e thamë, bën punë të mira, si që thot populli dhe gjuje ndeti. Bën e të mira dhe gjuje ndeti, bën të mira dhe haroj, që nesër të habitesh pozitivisht, të habitesh me gëzim, të habitesh me të ndrit ftira, e jo, Zoti mos e bof me bot këshia të i haru, e pasaj muhabit me të këshia që i ke boj i ke haru, e Allahu atë i ka regjistru. O vlazën, ko është kapitali ma i madh që e kemi në dorë. Nëse na e shfryzojmë si duhet, fitojmë dunja dhe në ahiret. Nëse na e shpërfillim, humbim dunja dhe në ahiret. Andaj amaneti jem për rinin sidomos, është me shvizu këtë kohë që e kanë disponim, kohën më të mirë të jetës së tyre. Me shvizu në disa gjëra. E para, në besim në Allahun e madhreshëm dhe kryen obligimeve ndaj tij, me fal namazin me rregull. Kjo është obligimi më i madh në Islam. Mas imanit, mas shahadetit është falja e namazit. Këtyre obligimeve rini gati, sepse këto janë adhurimet mëdha. Shpërblimi dhe bekimi i Allahut për këto adhurime është shumë i madh, është marramendës, nuk mundesh me kuptu sa fiton jetën tonë për adhurimit të Allahut të xhelal. Mas kësaj ri gati mësimit. Tash je i ri, kohën e ki më të mirë, shkon shkollë të mesme krye, shkon fakultet krye, lexo, studio, mëso, mos e merr shkollën hajgare, mos shko për diplom vetëm, po shko edhe jepja hakin edhe mëso. Sepse dituria është kapital, dituria është pasuri e jotja, me ty ka më ardhë ku ki me shku ti. Pa marë parasysh, a ki me pas diplom të madhe ajo, nëse ki dituri, ti ki më bëj i madhë ku do që shkon. Kjo është obligimi i dytë, me mësu, me u shkollu, me marë titull shkencor, me merit. E treta o vllazën, është me shfrytzu kohën, me qenë të moralshëm, të ndershëm, me rujt nderin edhe moralin. Rinia e ka epshin, rinia e ka provokimin, rinia e ka nxitimin, rinia e ka mos gjykimin e shëndosh, edhe mundet me bo gabim, e themi na kujdes nderin, kujdes moralin. Vlerat morale janë ato që të zbukurojnë, ato që të arrisin vlerën, si altani e diamanti, me moral të bosh edhe ma i shtrenjt, edhe ma i shmushëm, edhe ma i vlefshëm. E katërta, bënu punëtor, mos u bën dembel, mos u bën hilegji, mos u bën, do të njeri pritafsh, që ku t'jepet në punë të shpia, apo në punë tjetër, ti me e i bo hile asë i punës, mjalon vllavit tanë, ose mjalon babës tanë, ose mjalon tretit, jo, puno, meri përsi për punët, tregoj aftësin tone, shkaftësin tone, bënu i shkaftë, bënu i djathë, nuk hu prej punës vetë se fiton. Këto janë 4 karakteristika që duhet me i pas rinia jonë, edhe me mushi jetën me to.
me qenë i lidh për Zotin dhe namazin, me qenë i lidh për shkollën dhe mësimin, me qenë i zbukuruar me vlera morale, me rrit nderin dhe moralin, dhe me qenë i shkath punëtor, e i djath, e mu marr me zanat, e mu marr me punë, po normalisht edhe ati që shkon sporti, mu marr edhe me sport, ama mos me net kot, mos me net udhve, mos me net kafeve, mos me net vendeve të këqija, që pastaj ata mu infektu me këtë smundje, e mu shku koha në punë të këqija, Zoti na rujt, që pastaj mu bo sherr jo vetëm për vete, por edhe për familjen e vet, por edhe për lagjen e vet, por edhe për popullin e vet, por edhe për këtë vatanin e tij. E na lutim Allahun e Madhëshëm, ashtu sikur se Allahu na dha mundësi me kalu këtë vit gregorian atë shpejt, e inshallah kemi kalu me punë të mira, na mundsof që këtë vit që na ka ardhur me shfizu me vepra të mira, me shfizu me angazhime dhe aktivitete, që në fund vitit do dalim na me rezultat pozitiv këtë botë, ajo që është më e rëndësishme dalim me rezultat pozitiv ditën kur dalim para Allahut xhelal. Elusim Allahun me na fal mangësitë tona, me na fal dobësitë tona, me na shtu vullnetin dhe entuziazmin për vepra të mira, me qenë Allahu i kënaqur me ne, edhe me na nxit neve ka punë të mara, me na shty ka punë të mara, me na i letu punë të mara, me na marr për dorë ka rruga e xhairit e mirë këtë botë, e inshallah pastaj me na marr drejt udhës së xhenetit në ahiret. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu kana ghafuran rahima. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.